Të gjithë i njihnin si çifti më i lumtur në botë. Luan dhe Elira ishin shembulli i asaj dashurie që njerëzit ëndërrojnë por rrallë e përjetojnë. Ai, një burr i qetë, i zgjuar, me një buzëqeshje që ngrohte çdo dhomë ku hynte. Ajo, një grua e butë, plot ndjenjë dhe me një shpirt që dukej sikur i përkiste dritës, jetonin në një apartament të vogël pranë liçenit, ku çdo mëngjes ai i përgatiste kafen dhe ajo i vinte këmishën që do vishte në punë. Kishin 8 vjet martesë, por dashuria e tyre dukej sikur sapo kishte nisur, të gjithë i shikonin me zili. Por askush nuk e dinte se Luan fshinte diçka. Diçka që mund të shkatëronte gjithçka në një sekondë. Pjesa e parë, Luan doli nga shtëpia herët atë mëngjes. Kishte veshur një kostum gri, me kravatë të zezë dhe një orë të thjeshtë metalike që Elira ja kishte dhuruar në përvjetorin e 5 të martesës. Mos haro të hash drekën, i tha ajo nga balkoni, duke i dërguar një puthje në ajër. Ai qeshi lehtë. Po, dashuri. Do të marrë në drekë, por ai e dinte që nuk do ta bënte, në vend që të shkonte drejt zyrës ku punonte si këshilltar ekonomik në Ministrinë e Financave, siç mendonte gruaja, ai mori kthesën drejt një ndërtese të vjetër, pa tabela. Diku pas lagjes bryli, në hyrje, një roje me sy të ftohtë e përshëndeti me një tundje koke. Mirëmëngjes, zotëri Arianit, Luan ndaloi për një çast. Asnjëherë s'kishte dëgjuar më veten të thirrej me emrin e vërtet që përdorte në detyrë, Arianit Bleta. Ishte një nga agjentët më të fshehtë të shërbimit sekret shqiptar. Në katin e tretë, një derë e blinduar u hap automatikisht sapo ai vendosi kartën magnetike. Brenda, gjithçka dukej ndryshe nga realiteti që njihte Elira, monitor me hartat e rajonit, dosje sekrete, radio me frekuenca të koduara. Në qendër të dhomës, shefi i operacioneve, kolonel Bakiu, e priti me një vështrim të rëndë. Arianit, misioni i ri është më i rrezikshëm që ke pasur ndonjëherë. Jam gati, tha ai qetësisht. Këtë herë bëhet fjalë për një rrjet ndërkombëtar spionazhi që po tenton të fuzë duart në strukturat tona të brendshme. Njëri prej tyre është shumë afër teje, Luan ngriti vetullat. Afër meje, po. Ndoshta më afër se sa mendon. Koloneli i vendosi përpara një dosje me mbishkrimin Operacioni Alfa, konfidencial. Pas orësh të tëra mbledhjesh dhe kodimesh, Luan u kthye në shtëpi. Elira e priti me drekën gati, por vuri re që ai ishte më i heshtur se zakonisht. Gjithçka në rregull në punë, ai buzëqeshi, por sytë e tij ishin diku tjetër. Po. Vetëm lodhje, ajo i vuri dorën mbi faqe. Mos haro që unë të njoh më mirë se kushdo. Kur më gënjen, të dridhet që palla e majt, ai qeshi. Nuk të shpëtoj dot kur ty, por brenda ti, një dhimbje e çuditshme po rritej. Nuk ishte vetëm frika e detyrës. Ishte një sekret që kishte filluar shumë vite më parë. 15 vite më parë, Luan kishte qenë në Akademinë Ushtarake të Tiranës. I zoti, inteligjent, e rekrutuan menjëherë pas diplomimit për operacione inteligjente në një departament që as nuk ekzistonte zyrtarisht. Gjatë një misioni në Kosovë, kishte shpëtuar jetën e një diplomati amerikan dhe që prej asaj dite ishte bërë pjesë e një rrjeti të fshehtë të koordinuar mes shërbimeve shqiptare dhe partnerëve perëndimore. Por në të njëjtën kohë, gjatë një operacioni në Greqi, kishte bërë një gabim që e ndiqte ende, kishte vrarë dikë që s'duhej, një burr i pafajshëm. Ky sekret e kishte ndjekur si hije në çdo hap. Dhe kur njohu Elirën, vajzën e ëmbël që i dha kuptim jetës, ai vendosi të mbyllte përgjithmonë derën e asaj bote. U betua se nuk do të kthente më kokën pas, por tani, fati e kishte gjetur sërish, një javë më vonë, ndërsa Elira po pastronte zyrën e tij në shtëpi, gjeti diçka të çuditshme. Një letër e palosur brenda një libri të trashë me titull Historia e ekonomisë botërore. Në letër kishte një kod, një numër telefoni dhe një shenjë që i ngjante shqiponjës me 2 koka. E futi sërish aty ku e gjeti, por diçka në zemër i tha se burri i saj nuk ishte ai që tregonte të ishte. Në mbrëmje, ajo e vëzhgoi gjallë. Si mbante telefonin afër gjumit, si kontrollonte dritaren 2 herë, si i ndërronte fjalët kur ajo e pyeste për ditën. Elira nuk ishte një grua naive. Kishte intuit, në ditën që vendosi ta ndiqte fshehurazi, bota e saj u përmbys. Në orën 09,
00, Luan doli si zakonisht në ministri. Elira mori makinën e motrës dhe e ndoqi nga larg. Ai nuk shkoi drejt qendrës, por në rrugën ku ndodhej ajo ndërtesë e fshehtë, e pa të hyjë në derën pa asnjë shenjë. Qëndroi në makinë, zemra i rritej si daulle, pas 2 orësh. Ai doli sërish me një dosje në dorë dhe takoi një burr tjetër me kostum të zi. Shtrënguan duart, biseduan disa minuta dhe u ndan. Ajo e fotografi me celular, e dridhur. Në mbrëmje, kur ai u kthye, ajo e priti me një shikim ndryshe. Nuk foli, por në sytë e saj kishte lindur dyshimi, natën, ndërsa ai flinte, ajo mori telefonin e tij. Nuk kishte asnjë mesazh, asnjë thirrje, asnjë aplikacion, gjithçka e pastruar. Ishte e pamundur, dhe në atë moment, telefoni u zgjua vetë me një mesazh që u shfaq për pak sekonda para se të zhdukej, urdhri për misionin e fazës 2 aktivizohet nesër. Objektivi, Elira e lexoi dhe gati i ra telefoni nga duart. Fillimi i emrit të saj, të nesërmen, Luan u zgjua si gjithmonë, i qetë, me një puthje në faqe. Ajo e shikonte, e buzëqeshte, por brenda saj zjente frika. Do dal pak më vonë sot, i tha ajo. Kam disa punë në bankë, ai e puthi në ballë. Mos u vono, dashuri, por ajo nuk shkoi në bankë. Shkoi në komisariat, kërkoi të fliste me një oficer që merrej me çështje të inteligjencës. Kur tha emrin Luan P. dhe tregoi mesazhin, oficeri ngriti vetullat. Pas pak minutash, e morën në një zyrë tjetër dhe një burr me kostum të errët e pyeti me ton serioz, zonja Elira, jeni e sigurt që burri juaj e mori këtë mesazh? Po. E lexova me sytë e mi, burri mori frym thellë, atëherë duhet ta dini diçka. Emri që thatë nuk ekziston në regjistrat civil. Burri juaj nuk quhet Luan Prendi. Ai quhet Arjanit Bleda dhe është agent i shërbimit sekret. Elira u zverdh. Çfarë? Dhe nëse është ashtu si thoni, atëherë jeta juaj mund të jetë në rrezik, ndërsa ajo po përpiqej të kuptonte ku ishte futur, Luan ose Arjaniti. Ishte në një takim të fshehtë në një vilë jashtë Tiranës. Në tavolinë kishte 3 burra, një prej tyre i huaj, me theks rus. Dosja duhet dorëzuar deri nesër në mëngjes. Nëse dështon, gjithçka bie, tha ai në anglisht, nuk do të dështoj. U përgjigj Luan me ton të ftohtë, dhe mos harro, shtoi burri, dikush shumë afër teje është duke të parë. Në atë moment, telefoni i tij vibroi, një mesazh anonim, e di gjithçka për ty, ai ngriti syt ngadalë, dhe për herë të parë në jetën e tij, ndjeu frikë të vërtetë. Elira u kthye në shtëpi në heshtje, e tronditur, sikur gjithçka përreth kishte humbur ngjyrë. Çdo kujtim me Luanin, çdo përqafim, çdo premtim, çdo buzëqeshje, tani dukej si pjesë e një skenari të fabrikuar, agent sekret i shtetit. Përsëriste me vete pa zë, nuk dinte çfarë ta tremte më shumë, fakti që burri i saj kishte një identitet të rrem, apo mesazhi që kishte parë me sytë e saj, objektivi. Ajo e dinte që duhej të largohej, por zemra nuk e lejonte. Kishte kaluar 8 vjet me të, e donte më shumë se çdo gjë. Dhe një pjesë e saj nuk mund ta besonte që ai mund t'i bënte keq, por në të njëjtën kohë, ajo ndjente se gjithçka kishte ndryshuar. Çdo përqafim i tij tani kishte peshë dyshimi. Çdo fjalë mund të ishte kod. Në mbrëmje, Luan u kthye i lodhur, por i qeshur si zakonisht. Si kalove sot? Mirë, tha ajo, me një zë që mezi e kontrollonte. Ai u afrua ta puthte, por ajo u tërhoq lehtë, duke u shtirur sikur po pastronte tavolinën. Çfarë ke, Elira? E pyeti ai. Je e ftohtë sot, ndoshta vetëm pak e lodhur, tha ajo dhe i ktheu shpinën që të mos i shite syt, por Luan nuk ishte burri i zakonshëm. Instinkti i tij e ndjeu tensionin, ai e pa gjatë, më gjatë se zakonisht. Burri e duart e saj që dridheshin lehtë, frymëmarrjen e çrregullt, e kuptoi menjëherë, ajo di diçka. Të nesërmen, Elira mori pushim nga puna. U mbyll në dhomën e saj dhe filloi të kërkonte në çdo cep të shtëpisë për ndonjë provë. Dhe pas disa orësh, në ndyshimin e drurit të dhomës së gjumit, gjeti një kuti metalike të vogël. Brenda saj kishte një armë të vogël, disa pasaporta me emra të ndryshëm dhe një dosje të zezë. Në faqen e parë shkruhej me shkronja të mëdha, Operacioni Alfa, faza 2, dhe poshtë, fotografia e saj. Ajo rrëzoi kutinë nga duart.
Syt ju mbushën me lodh. Në atë moment, dera e shtëpisë u hap, hapat e Luanit dëgjoheshin qartë në korridor. Elira e futi shpejt dosjen në dollap dhe u përpoq të dukej e qetë. U ktheve herët sot, tha ajo me zë të ulët. Po, kisha një takim që u anulua, tha ai, duke e parë drejtë në sy. Dhe doja të kalojmë pak kohë bashkë. Ai u ul në divan dhe i bëri shenjë të afrohej. Ajo u afrua ngadalë, duke ndjerë frymën e tij pranë qafës, por trupin e saj e kishte ngrirë frika. Në xhepin e xhaketës së tij, ajo pa një shkëlqim metalik. Një armë e vogël, u step, ai e vuri re. Elira, çfarë ke? Tha ai me ton të butë, por syt I kishin marrë një errësirë të ftohtë. Ajo u ngrit ngadalë. Kush je ti në të vërtetë, Luan? Ai u ngrirë për një sekondë. Pse më pyet kështu? Mos më gënje. E di gjithçka. Çfarë di? Që si ai që thua se je. Që ke një emër tjetër. Që punon për shërbimin sekret. Dhe ajo u ndal, zëri ju drodh, që unë jam objektivi yt. Një heshtje e rëndë mbushi dhomën. Ai mori frym thellë, u ngrit dhe I qëndroi përballë. Elira, dëgjo me kujdes. Nuk mund të ta shpjegoj gjithçka, por gjithçka që bëj është për të të mbrojtur. Më mbrojtur? Me çfarë? Me gënjeshtra? Me armë? Bërtiti ajo, me lot në sy. Kush je, Luan? Apo duhet të të quaj Arianit? Ai uli kokën. Nuk kishte më kuptim ta mohonte, po. Ky është emri im I vërtet. Dhe po, jam agjen. Por nuk je ti objektivi. Ti je arsyeja pse unë ende jam gjallë. Ajo nuk foli për disa sekonda. Arsyeja pse je gjallë? Çfarë do të thotë kjo? Ai ul në karrige, I lodhur, I rrëzuar nga bara e sekreteve. Gjithçka nisi 5 vite më parë. Kishim një operacion të koduar Alfa. Një rrjet agjentësh të huaj po përpiqej të depërtonte në strukturat tona përmes ekonomisë. Njëri prej tyre ishte një burr që më shpëtoi jetën dikur në një mision në Maqedoni. Kur e mora vesh që punonte për palën tjetër, ishte tepër vonë. Duhej ta likuidoja. Dhe ai kishte një vajzë, Elira e pa me sytë hapur. Ç'lidhje ka kjo me mua? Ai mori frym thellë. Ai ishte babai yt, ajo ndaloi frymmarrjen. Çfarë? Babai yt nuk vdiq në aksidentin që mendon. Ai u vra. Nga unë. Ishte urdhër I shtetit. Dhe unë kam jetuar me këtë peshë çdo ditë të jetës sime. Elira u mbështet në mur, sytë I errësuan. Ti vrave babain tim? Ai u ngrit, I mbërthyer nga dëshpërimi. Nuk dija që ishe vajza e tij. Këtë e zbulova vetëm vite më vonë, kur u dashuruam. Doja të ta thoja, por s'kisha forcë. Nuk doja të të humbisja, dhe tani çfarë? Do më vrasësh edhe mua për të mbyllur historinë? Jo. Tha ai me britëm. Po përpiqem të të shpëtoj. Ata e din që unë kam thyer rregullat, që jam lidhur me ty tani ti je në shënjestër, jo unë. Zilja e derës ra me forcë, ai ngriti kokën menjëherë, mos lëviz, I tha, duke nxjerrë armën. Ajo u step, por frika u kthye në panik. Kush është? Nuk e di, por duhet të largohemi. Ai hapi një derë të fshehtë pas dhomës së gjumit që ajo nuk e kishte parë kurrë. Shpejt, Elira, ende në tronditje, e ndoqi dhe dolën nëpër një korridor të ngushtë që I nxori në kopshtin pas shtëpisë. Në atë moment, dëgjua një shpërthim I vogël brenda. Zoti im. Bërtiti ajo, ata e din që jam zbuluar, tha ai. Tani nuk ka më kthim pas, u futën në makinë dhe nisën drejt veriut. Në radio dëgjoi një lajm I shkurtër. Një shpërthim I dyshim ndodhi pak minuta më parë në një banesë pranë liçenit artificial të Tiranës. Policia dyshon për aksident me bombol gazi. Elira mbylli sytë, po shtëpia jon nuk ekziston më. Dhe që nga ky moment, as ne nuk ekzistojmë më. Çfarë do të thotë kjo? Do të çojë në një vend të sigurt. Pas kësaj duhet të më harrosh. Ajo e pa me lot në sy. Unë nuk mund të të harroj. Ai buzëqeshi me dhimbje. Do të duhet, u strehuan në një shtëpi të vogël në Shkodër, në një fshat afër liçenit. Ai e njihte pronarin, një ish kolegu I vjetër që I detyrohej një borxh natën, ndërsa ajo flinte. Ai doli jashtë, ndezi një cigare dhe hapi telefonin e vjetër të koduar. Një mesazh, operacioni përfundoi.
Objektivi neutralizuar. Arianit i pa dëgjuar. Ai e kuptoi menjëherë. Ishte një urdhër ekzekutimi për të, tani jo vetëm ai, por edhe Elira ishin shpallur tradhtar, duhej të zhdukej nga sistemi. Në mëngjes, Elira u zgjua dhe nuk e gjeti më pranë. Në tavolinë kishte një letër: Elira, e di që nuk mund të më falësh. Dhe s'kam as të drejtë ta kërkoj këtë, por gjithçka që bëra, e bëra për të të mbrojtur. Mos më kërko, tani ti je e lirë, Luan. Ajo e mbajti letrën në duar për orë të tëra, derisa dielli perëndoi. Në atë moment, një makinë e zezë ndaloi para shtëpisë. 2 burra zbritën, njëri prej tyre tha me radio, objektivi vizual. Gruaja është këtu. Elira doli nga dera, me sytë e kuq, duke e mbajtur letrën në dorë. Kush jeni ju? Mos lëviz. Duhet të vish me ne. Ku është Luan? Njëri nga burrat buzëqeshi ftodh. Nuk ekziston më. Në atë çast, një të shtënë e fuqishme u dëgjua nga pas. Njëri nga burrat ra për tokë, nga pylli pranë. Luan, Arianiti, doli me armën në dorë, i plagosur në krah, me fytyrën e mbuluar me balë. Largohu, Elira. Bërtiti ai, tjetri burr e qelloi, por ai u hodh përpara dhe mbuloi Elirën me trupin e tij. 2 plumba e goditën në shpinë, ajo bërtiti me zë të coptuar, Luan. Jo, ai e pa në sy, me frymën e fundit, tani. Je e sigurt, dhe ra në tokë, duke e mbajtur dorën e saj derisa gjaku i tij u përzie me lotët e saj. Pas disa ditësh, policia gjeti vetëm trupat dhe një dosje të djegur gjysmë në pyll, brenda saj, një shënim i shkurtër me dorë. Të gjitha sekretet vdesin. Por dashuria nuk ka kodë. Elira u zhduk nga sytë e publikut. Disa thonë se u largua jashtë vendit me ndihmën e shërbimit sekret, të tjerë thonë se ende jeton diku në një qytet të vogël, ku çdo mëngjes një grua shkon buzë liçenit dhe hedh një lule në ujë. Duke përshpëritur emrin e burrit që e donte, por kur nuk e njohu plotësisht.